Numri i divorceve në Durrës po njeh një rritje të ndjeshme, duke reflektuar sfida serioze në raportet familjare dhe qëndrueshmërinë sociale. Ajo që vjet re së fundmi është se një pjesë e madhe e këtyre shkurorëzimeve po kryen nga shqiptarët në emigracion, të cilët zgjedhin të zgjidhin martesën në Shqipëri për të shmangur kostot e larta dhe pengesat ligjore që hasin në vendet ku jetojnë. Kjo ndodh në radhë parë sepse kushton më pak. Një zgjidhje martese në Shqipëri në aspektin ekonomik është më i lirë se sa në vendet e huaja, në vendet e Bashkimit Evropian apo dhe në Amerikë, në Kanada, se kemi patur raste të ngjashme. Dhe së dyti, dhe nëse ata do ta bëjnë në një vend të huaj, janë përsëri të detyruar në bazë të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë që një zgjidhje martese kryer në një vend të huaj të vijë dhe të njihet, të jepet fuqi këtij vendimi të huaj në gjykatën e apelit në Republikën e Shqipërisë. Pra është një kosto dhe kohë ekstra. Një proces divorci mund të zgjasë deri në 2 vite, shkaqet janë nga më të ndryshmet, por ajo që vjet re është se në shumicën e rasteve janë gratë ato që marrin hapin e parë drejt ndarjes. Edhe në rastet kur kanë një kuptim midis tyre, por edhe në rastet kur kanë probleme dhe kanë kuptuar që martesa atyre ka marrë fund, janë gratë ato që vinë të parat. Është shumë e rrallë, por mos të thënë e pakët, të vinë meshkujt për të kërkuar divorcin. Sipas të dhënave nga gjykata e Durrësit, vetëm gjatë vitit të 2024 janë regjistruar 662 padi për zgjidhje martese, një pjesë të cilave vijojnë të shqyrtohen. Në 2 vitet e fundit, numri i përgjithshëm i padive për divorc ka arritur në 1342 raste, duke renditur Durrësin mes rajoneve me shifrat më të larta në shkallë vendi.